Mirëmbrëma të nderuar shikues, po ndiqni lajmet qendrore në televizionin 7. Stuhia e fuqishme dhe moti ekstrem që goditën vendin të martën lan pasoja të rënda. Në Pozheran të Vitis, një 61 vjeçar humbi jetën pasi dyshohet se rrëshqiti në balkonin e shtëpisë së tij, ndërsa edhe 2 persona të tjerë u lënduan si pasojë e erërave të forta. Stuhia e së martës u shkaktoi një dhimbje të madhe familjes Pira nga Pozherani. Familjari i tyre Nazmiu vdeq pasi rrëshqiti në balkonin e shtëpisë si pasojë e rreshjeve të shiut. Në kujtim të tij u mblodhen të afër me meq, të cilët nuk u deklaruan para kamerës së të shtatë rreth rastit. Sipas informacioneve të cilat i kemi marrë nga djali i viktimës, i ndjeri kishte dalur jashtë për të larguar gjërat për shkak të përkeqësimit të kushteve atmosferike, me që rast ai kishte rrëshqitur e ka pësuar lëndime në pjesën e pasme të kokës. Derisa vdekja u konfirmua nga policia e Kosovës, të cilët treguan se viktima pësoi lëndime të rënda në kokë, të cilave nuk arriti t'i mbijetoj. Në po të njëjtin fshat edhe 2 vëllezër pësuan lëndime për shkak të erërave të fuqishme. Fatmirësisht këta shpëtuan pa pasoja të mëdha. Por dëme të konsiderueshme u shkaktuan në shtëpinë e tyre, ku u thyen dritare edhe makina e familjes. Mirëpo, Pozherani nuk qej vetmi vend në të cilin u shkaktuan dëme. Edhe në qendër të Vitis nuk pati të lënduar, por pati plot pasoja materiale. Njërit prej banorëve, Llamarina, që kishte mbi shtëpinë e tij, i fluturoi e i depërtoi në çatinë e një shtëpie afër saj. Pia qeti kina qelë gjomat henez, kur i kina pa, unë kom kujtu që mësoj i huvi, typen, pa që po men që jos të joni. Po ta shkave po. Misini tregoi se në situatë kritike ishin prej 2 ditësh. Pra, ma shumë, ti si para palmeve, ka radhe, ma shumë, breshën në pa. A pra, breshën s'këna pa. 1-2-3 kokra dhe ka. Ndërkaq, komuna e Vitis tregon se sfidat për kompenzim po vazhdojnë edhe këtë vit. Ne natyrisht kemi aktivizuar komisionin me njerë për vlerësimin e domeve, presimi që institucionet referante shtetënore me bu kompenzimin e domeve, që 2 vite nuk bëhet kompenzimi i domeve. Veç në Viti edhe në plot komuna të Kosovës ka pasur edhe dëme materiale si pasojë e rreshjeve atmosferike. Stuhia këputi kablo e rrëzoi edhe shtyllat elektrike në Slatin të Epërme. Dëmet shieshin edhe këtë mërkur kur ekipi televizionit 7 e vizitoi këtë fshat, derisa banorët bën të ditur se si pasojë patën edhe ndërprerje të energjisë elektrike. Kablot elektrike janë shpërndarë në për tokë. Bashkë me to edhe shtyllat. Nga jashtë këto ishin dëmet që shieshin pranë një shtëpie në fshatin Slatine e Epërme në Viti. Se si ndodhi ngjarja gjatë rreshjeve treguan banorët. Era fort të kanë, shumë era fort të kanë, që pleme kanë mushë me Llamarina ka korçu dhe faktikisht e ka rëzu dhe banderin, këta të rëzu e dëmtu. Në orë 2 s'ka pas rrim, mas 2 kanare kanë bojnë të rënimin e të Kosovë dhe kanë rregullu. E krahas krejt dëmeve, hoxha është i kënaqur që nuk pati të lënduar në fshat. Kërëso njerëzja. Fati mi që njerëz nuk ka pas dëme, që kjo mas mirë të jena knasht. Që vjen, ato sonë të pritë më kongë e njerëz. Edhe dje ka pas ma zite shi i prejshin, por prejshin njerëz dhe ka dëmë tusha. E një tjetër tregoi tmerrin që përjetuan pas ditën e së martës. Era fortun. Që dalë ke për jashtë, kur dalin këtë u dha mshen, se këtë për të në banderat në distuës. 1 orë gjysë te kanë shkatru në ljoj, që më ka dalë këtu kërgjon. Dhe më thani kanë hestën. E dëmi vërej qarta zjedhë brenda shtëpisë. Në mas të madhe u dëmtuan edhe kulturat bujqësore, serat e të mira tjera materiale për të cilat qytetarët e vendit punuan. Breshri shkatroi gjithçka edhe fermierit Liridon Berisha nga fshati Llashtic e Gjilanit. Aty ku deri dje pritej të korrej mundi i disa muajve, sot i kanë mbetur vetëm parcela të dëmtuara.
Në Lashtic të Gjilanit, fermeri Liridon Berisha po i numëron dëmet pas breshërit që i shkatroi të mbjellat për të cilat kishte punuar gjatë gjithë verës. 5 vjetari me shalqe, 1.2 hektar pjepër, 7 vjetari sallat të gjelbër dhe 1 hektar me speca janë dëmtuar nga breshëri. Aty ku deri dje pritej të korrej mundi disa muajve, sot kanë mbetur vetëm parcelat të dëmtuara. Bimët janë goditur aq shumë sa fermeri thotë se nuk mund të pres më asnjë përfitim nga kjo tokë. Por Berisha nuk është i vetmi që u përball me pasojat të motit ekstrem. Në Raushiq të Pejës, breshri ka dëmtuar sipërfaqe të mbjella me speca, duke lënë pasoja për fermerët e kësaj ane. Ndërsa në Pluzhin të Skenderajt, erërat e fuqishme kanë rrëzuar minaren e një xhamie. Stuhia ka goditur edhe Suharekon ku pemë të mëdha janë shkulur nga era, ndërsa llamarinat kanë përfunduar në tokë. Në Volljak të Klinës, një shtëpie i është dëmtuar rënd kulmi, pasi pothuajse të gjitha qeremitet janë rrëzuar nga erërat e forta. Dëme janë raportuar edhe në Elazhan, ku shumë pemë janë rrëzuar nga stuhia. Ndërkohë, në Prizren, disa qytetarë që po qëndronin në një kafiteri jashtë janë detyruar të largohen me shpejtësi, pasi nga era dhe rreshjet ka nisur të bien pjesë të objektit. Rreshjet të dendura të shiut janë parë edhe në zonën e liçenit të Ujmanit, ku moti i paqëndrueshëm ka sjellë vështirësi për qytetarët. Pas një ditje me rreshje intensive dhe erëra të fuqishme, dëmet vazhdojnë të vlerësohen në terren, ndërsa fermerët presin mbështetje për të përballur me humbjet. Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka paralajmëruar sërish mot jo stabil në vend. Sipas AME-s sot pritën zhvillime të fuqishme, të cilat do të sjellin stuhi lokale me bubullima, rreshje intensive shiu, breshër dhe erra të forta. Prandaj ky institucion ka dalë me disa udhëzime sigurie për qytetarët. Qëndroni në ambiente të sigurta gjatë stuhisë dhe shmangni lëvizjet e panevojshme. Mos u strehoni në pemë të larta apo pranë objekteve metalike dhe shtyllave elektrike. Për çdo rast emergjent, kontaktoni pa pagesë Qendra Operative Emergjente 112, Policia Kosovës 192, Zjarpeksit 193, Ndihma e Shpejtë 194. Edhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u ka bërthirrje qytetarëve të zbatojnë masat mbrojtëse për të shmangur rrezikun gjatë motit të paqëndrueshëm. IKSHPK rekomandon që sapo të dëgjohet bubullima, qytetarët të futen menjëherë në një ndërtesë të mbyllur ose në një automjet dhe të mos presin që rreshjet të intensifikohen. Po ashtu këshillohet të shmangët qëndrimi në fusha të hapura, kodra dhe hapësira sportive, si dhe të mos qëndrohet në pemë, pranë shtyllave elektrike apo objekteve të larta, pasi ato rrisin rrezikun e goditjes nga rrufeja. Si të mbrohemi dhe cilat masa duhet të ndërmarrin qytetarët për të qenë më të sigurt, e shpjegoi sot në frontal me Arsim Lanin edhe hidrologu Bashkim Kastrati. Ai ndau disa këshilla praktike mbi ato se si të veprohet para dhe gjatë motit të keq. Ata në situata të tilla. Shumë mirë. Ne i kemi postuar, por dikush nuk i lexon, është e natyrshme. Çdo herë kur e keni një informacion prej institucioneve, domethënë se do të ketë një stuhi. Kur po them një stuhi, ajo mund të ketë sjell vetetima, që është një element i caktuar që duhet ndërmerren masa për vetetim, domethënë për zbrazje elektrike. Në anën tjetër, një stuhi që do të ketë edhe erna të fuqishme, ose do të ketë edhe breshër. Gjitha këto janë të ndara dhe secila prej këtyre i kërkon masa të caktuara. Dhe në këtë rast, nëse themi për shembull se këto janë të kombinuara, ka erë edhe realisht kemi pas, ka pas breshër, ka pas domethënë edhe erë të fuqishme kështu me radhë, atëherë masat kryesore janë nëse jeni jashtë. Hapësirat jashtme se njerëzit punojnë, domethënë kështu me radhë. Masa më e mirë është do të thotë nëse jeni duke vozitur, ndalni makinën, gjeni një vend sigurt. Pritni deri që e stuhit kaloj. Ajo nuk zgjat, po themi ta ditë, mund të zgjat disa minuta ose ndoshta disa orë. Edhe qëndroni domethënë të sigurt me një vend. Mbledhni fëmijën afër vetes. Kur i keni informacionet se do të ndodhin, sepse tash parashikimi mund të bëhet domethënë shumë i saktë. Nëse jeni mbrana, faktikisht edhe jashtë, me një objekt se te ne për shembull në qytete ka shumë struktura
të cilat potencialisht janë të rrezikshme. Kemi diskutuar shpesh herë edhe me institucione ose me drejtor departamenteve të emergjencave që reklama për shembull. Reklamat unë konsideroj që janë rrezik jashtëzakonisht shumë i madh, sepse ka në forma të ndryshme, mallësi të ndryshme, forcime të ndryshme, nuk janë standardizuar, as unifikuar kështu me radhë. Strukturat të ndryshme në qytete, domethënë fluturojnë, pastaj kulmet të pollazet shtëpive. Edhe gjërat e tjera të cilat konsideroni se nuk janë shumë të mirë të mbrojtura, duhet fiksohen ose s'duhet të rrihet afër tyre. Por edhe brenda mbyllen dritaret, hiqen për shembull oazat, luleve të tjerë se mund ta godas dikon tjetër kështu. Kjo është PR-s po flas. Po nëse janë temperatura, domethënë janë këtë specifika të tjera ose kushtet e tjera, ose edhe për rrufe, mos i prekni objekte të cilat domethënë përçojnë në energjinë elektrike, metale, shmangni domethënë kontaktit me ujëra e kështu me radhë. Domethënë është një mori e masave të cilat duhet t'i kenë qytetarët në parasysh gjatë një situate të tillë. Edicionin e vazhdojmë me informacionet të tjera. Pjesëtari i një siti të reagimit të shpejt në Policinë e Kosovës SHPIK, 35 vjeç, është gjetur i vdekur sot paradite në varrezat e fshatit Mori në Shqipëri. Policia shtetit ka thënë se viktima ishte banues në Prizren. Nga veprimet paraprake hetimore, dyshohet se 35 vjeçari ka vrarë veten me armë zjarri, pistolet, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, thuhet në njoftimin e tyre. Një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon veprimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Ndërkohë, policia e shtetit po bashkëpunon me Policinë e Kosovës për të verifikuar nëse arma e zjarrit e sekuestruar është arma e shërbimit të 35 vjeçarit, si dhe për sigurimin e çdo informacioni që do t'i shërbejë dokumentimit të plotë ligjor të rastit, vijon njoftimi. Ndërsa një 25 vjeçar me inicialet M.P. është arrestuar të hënën në Mitrovicën e Veriut, i dyshuar për dëmtimin e 2 automjeteve me gur, ndërsa ndaj tij ishte aktiv edhe një urdhër arrest nga gjykata për veprën penale kanosje. Sipas policisë, ai figuron gjithashtu si i dyshuar në 10 raste të tjera penale, përfshin një rast të vrasjes, nxitjes së urrejtjes dhe mosdurimit, sulm ndaj personit zyrtar dhe posedim të paautorizuar të armëve. Me datë 20/07/2026, policia në Veri ka arrestuar personin e dyshuar me inicialet M.P., i cili dyshohet se më 10/07/2026 ishte i përfshirë në 2 raste të iniciuara në stacionin policor në Mitrovicë të Veriut për veprën penale, dëmtim apo asgjësim i pronës. Bazuar në hetimet e zhvilluara, i njëjti dyshohet se ka dëmtuar 2 automjete duke i goditur me gur, thuhet në njoftimin e policisë. Organet e rendit bëjnë të ditur se i dyshuari kishte arritur t'i shmangej arrestimit më 14 korrik, por pas lokalizimit të tij në Mitrovicën e Veriut u arrestua ndonse tentoi sërish të ekte. E mbi aksionin e djeshëm në Veri, më saktësisht në zonën e Ujmanit, kanë reaguar sot zyra e BE-s në Prishtinë dhe ambasada gjermane. Përmes një reagimi për media u kërkua që të ndalen veprimet e tilla dhe që të gjendet një zgjidhje transparente dhe e lehtëshme. Bashkimi Evropian në Kosovë ka shprehur keqardhje për rënimin e shtëpive pranë liçenit të Ujmanit, duke ngritur shqetësime për respektimin e procedurës së rregullt ligjore dhe duke u bërë thirrje autoriteteve që të ndalin çdo veprim të mëtejshëm derisa të trajtohen çështjet ligjore dhe pronësore. Sipas BE-s, në raste të tilla, si dhe disa zhvillime të tjera në Veri të Kosovës muajt e fundit, ngren shqetësime serioze për sundimin e ligjit. Ajo bën thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të çdo rënimi, largimit të detyruar apo marrjeje në posedim të mëtejshëm, derisa shqetësimet lidhur me procedurën e rregullt ligjore, proporcionalitetin, të drejtat pronësore, të drejtat e njeriut dhe mjetet juridike efektive të adresohen në mënyrë të duhur, thekson BE-ja. Edhe lirimi nga detyra i 7 prokurorëve serb shkaktoi reagimin e BE-s dhe SHBA-s. Megjithatë, këtë po e sheh si të pritshme Gzim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, pasi sipas tij vendimi ushtrues së detyrës së presidentes ishte i ngutshëm.
Definitivisht këto reagime edhe kanë qenë të pritshme. Vendimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të aprovuar dorëheqjen, ndonse ato u tërheqën para aprovimit të tyre, definitivisht se paraqet një veprim të ngutshëm. Nuk mund të themi se është një veprim i kundërligjshëm, mirë, por që është definitivisht një vendim i ngutshëm dhe një vendim i cili të paktën nuk është koordinuar në bashkëpunim me Këshillin Gjyqësor të Kosovës, se si do të vendoset në rastin konkret. Dhe përpasoj do thotë ka ardhur edhe situata e dekretit në fjalë për lirim nga detyra. Për këtë arsye po theksoj se ky vendim i Këshillit Prokurorial të Kosovës për të aprovuar dorëheqjen, ndonse kishte lënë pezull për një kohë të gjatë dhe t'i aprovoj ato pasi të njëjtat revokohen, definitivisht është një veprim i ngutshëm. Vetë Albulina Agjiu bëri të ditur se të premten do të dihet se kur do të jetë dita e seancës konstituive të kuvendit. Megjithatë, për hapat e ndërmarrë drejt formimit të institucioneve, nuk u tha as edhe një fjalë nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Kanë mbetur edhe 16 ditë deri në përfundimin e afatit për konstituimin e kuvendit të Kosovës. E përgjegjësia për caktimin e seancës rreth këtij procesi akoma nuk e ka vendosur datën. Ushtruesja detyrës së presidentes Albulina Agjiu thotë se të premten do të dihet se kur do të mblidhen deputetët e zgjedhur në kuvend. Por rreth hapave që kanë ndërmarrë drejt formimit të institucioneve nuk foli kryeministri në detyrë, Albin Kurti, gjatë së mërkurës. Një gjë është e sigurt, Partia Demokratike e Kosovës do të qëndrojë në opozitë. Këtë e rikonfirmoi edhe një herë antari i këtij subjekti politik Rashid Çalaj. Ne jemi deklaruar që do të qëndrojmë në opozitë dhe do të veprojmë si parti opozitare. Ky është qëndrimi i kryetarit të partisë, ky është qëndrimi i kryesis partisë dhe mendoj që ky qëndrim duhet të qëndrojë. Për këtë qëllim duhet mirën vendime në organet drejtuese të partisë, ende s'kemi qëndrim të tillë, besoj që me kohë do njoftohet opinioni. Time Kadriaj thotë se AK vazhdon të qëndrojë pas kushteve të vendosura për pjesëmarrjen në seancë ku votohet presidenti. Ne jemi dakorduar për këto 6 kushtet që i ka propozuar Alianca, që kemi bërë publike, kemi qenë transparent, ndoshta kemi qenë partia më transparente në këtë proces, duke parashtruar 6 kushtet që kanë qenë kushtet publike, që nuk janë kushtet që kanë të bëjnë me Aliancën, por janë kushtet që kanë të bëjnë edhe kanë impakt për shtetin e Kosovës, e kanë impakt për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë nga Lidha Demokratike e Kosovës nuk dhanë detaje tjera, veç se thanë se në takimin me Kurtin diskutuan për parime e jo pozita. Ende nuk po dihet as data e kuvendit të jashtëzakonshëm të LDK-s që pritet të mbahet tani kur kjo parti vetëm se ka përfunduar verifikimin e nënshkrimeve për thirrjen e tij. Heshtjen e theu nën kryetari Lutfi Haziri, ku mes tjerash bën thirrje për unitet brenda partisë. Para një jave i dorëzua në selin e partisë. Ditë më vonë tashmë është konfirmuar se ka përfunduar verifikimi në nënshkrimeve të delegateve, me të cilat kërkojnë kuvend të jashtëzakonshëm. Këtë e bëri të ditur sekretari LDK-s Ilir Ferati, i cili tha se tashmë ka mbetur vetëm procedurat teknike për organizimin e kuvendit, por pa dhënë informacion mbi datën e mundshme, të cilën e cakton kryetari Lumir Abdigjiku. Pas këtij zhvillimi pati heshtje në këtë parti. Veç se në Facebook u lajmërua nën kryetari LDK-s Lutfi Haziri. Aty mes të tjerash ai ka bërë thirrje për unitet brenda partisë. LDK ka shkaktuar procese e ka realizuar ëndra kur ka qenë bashkuar. Kemi premtuar që jemi besë e shpresë për Republikën. Mbajini fjalën bashkëpatriot, mos hyni në betejë që nuk janë tuajat. Analisti politik Belgzim Kamberi vlerëson se mosmarrveshjet brenda LDK-s e vështirësojnë arritjen e një qëndrimi të përbashkët, veçanërisht në procesin e zgjedhjes së presidentit. Dhe me LDK-n ka me qenë vështirë me siguru, sepse në djenjen e tanishme në të cilën ndodhet LDK-ja, duket e vështirë që t'i siguroj 18 deputet të pranishëm në salë, për çfarë do lloji jemi të mundshëm që mund të merret vesh me lëvizje dhe vendosje. Dhe në një situatë të këtij, pa PDK-n ja AK-n, me që edhe lista srpska nuk është e paramenduar, është pak e vështirë të mendohet të zgjidhet presidenti. Nga lëvizja vetëvendosje, ndërkaq kanë deklaruar se po presin rikthimin e negociatave me LDK-n, por theksojnë se zhvillimet e brendshme të kësaj partie janë çështje që u takojnë ekskluzivisht strukturave të saj.
Sot janë bërë 16 vite që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vullosi shtetësinë e Kosovës. Më 22 korrekt ky institucion konstatoi se shpallja e pavarësisë nuk ishte në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulina Xhiu ka thënë se opinioni i kësaj gjykate e forcoi edhe pozicionin ndërkombëtar të Kosovës që u pasua nga njohjet e shumë shteteve. Edhe pas 16 vitësh, opinioni 22 korriku 2010 mbetet një nga gurthemelet e legjitimitetit ndërkombëtar të shtetësisë së Kosovës dhe një referencë e rëndësishme në afirmimin e subjektivitetit të saj në arenën ndërkombëtare, ka shkruar Haxhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka shkruar sot për këndxarje ku tha se vendimi i GND-s ju ka dhënë fund pretendimeve kryesore kundër shtetësisë dhe pavarësisë së Kosovës. Ish presidenti Vjosa Osmani në një postim në Facebook e cilësoi këtë përvjetor si momentin e dështimit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se vendimi i GND-s rikonfirmoi se rruga drejt lirisë dhe pavarësisë ishte e drejtë dhe në përputhje me parimet e së drejtës ndërkombëtare. Ka përfunduar asfaltimi i rrugës Agim Ramadani në kryeqytet. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se për 5 ditë do të punohet edhe në rrugën Ilir Konushresi e për gjithë këto punime të vazhdueshme kanë ankesa qytetarët. Rruga është e hapur për qarkullim. Segmenti Agim Ramadani në Prishtinë u finalizua e në të vetura tash mund të lëvizin lirshëm. Në të përfunduan punimet një natë më parë derisa diku tjetër filluan. Rruga Ilir Konushresi do të jetë adresa radhës ku do të bëhen punime. Kështu njoftuan nga komunat të cilat thanë se për 5 ditë ky segment do të jetë i mbyllur. I tillë nuk ishte në mesditën e së mërkurës, por sidoqoftë qytetarët kanë ankesa. Edhe mos më harru edhe rrugën Splitit, e cila është me shumë kaldram të vjetër, e po na pengon çdo lëvizje edhe atë rrugë gjithçysh me shtin procedurë për asfaltim. Pe blokojnë komunikacionin, ta do të punojnë natën e të gjojnë shtunive t'jela, ta kam bo edhe me qëllim. Ta kam bo që bjallë bo jetën ma të shtirë më në gjimtarëve. Një soj edhe asamblisti i vetëvendosjes Fehim Osmani ka kritika për këto nisma të komunës të Prishtinës. Që është duke i bërë shumë keq komuna e Prishtinës, në spori cilësia e asfaltit është jashtëzakonisht e dobët, po shihet për arsye se mas pak dite po i vrejmë që po bëhen gropat, pothuajse të njëjta siç kanë qenë më parë. Derisa thotë se punimet do të duhej të finalizoheshin para 2 vitesh. Pastaj çka është diçka shumë interesant që po vrehet më shumë këtyre ditëve të fundit, sepse kjo ka qenë dukuri edhe më moti, trajtimin tek pusetat aty ku kanë pas gropa shumë më herët në rrugë. Po mbetet trajtimi i njëjtë. Për shembull rrugën Agim Ramadani kam parë para 2 ditë që ka segmente të caktuara të cilat janë riasfaltuar, mirë po gropat tek pusetat nëpër cilat ka lënë ujë atmosferik ose kanalizimi fekal ka mbetur të njëjta. Janë gropa jashtëzakonisht të mëdha. Ndërkaq për televizionin, drejtoresha e investimeve kapitale Zyrie Plana tregoi se punimet do të fillojnë në mbrëmje. Punimet në këtë segment fillojnë sonte në orën 19 dhe pritet të zhrasin nga 22 korriku 2026 deri më 27 korrekt 2026, nëse kushtet atmosferike dhe teknike zhvillohen sipas planit. Vlera e investimit për punimet në 2 segmentet e rrugës Fehmi Ladrovsi dhe në rrugën Agim Ramadani është rreth 180.000 euro. Sipas komunës janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të shmangur vonesat dhe vështirësitë në komunikacion. Ndërkohë, kompania ajrore Wizz Air ka hapur zyrtarisht bazën e saj operative në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Në ceremoninë që shënon një zhvillim të rëndësishëm për sektorin e aviacionit civil në Kosovë, mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Disa fluturime u shtuan, e të tjera do të realizohen më shpesh tash tutje nga Kosova e Anasjeltas. Kjo pas vendosjes së bazës operative të Wizz Air në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Për këtë u organizua edhe ceremoninë në cilën përfaqësuesi kompanisë Andras Sazban dha detaje. Pra do të kemi një rrugë të re për Bruxelles 3 herë në javë, po ashtu do të fluturojmë për Karlsruhe edhe Baden-Baden 4 herë në javë, po ashtu do të fluturojmë për Zvicër me
me çmime shumë të përshtatshme çdo ditë në Basel dhe po ashtu po rrisim edhe shpeshtësinë e rrugëve më të shpeshta për Dortmund-Prishtinë, pra që prej dimrit të ardhshëm. Prandaj po sjellim 3 rrugë të reja, të cilat që po e plotësojmë 9 rrugë të përgjithshme që i kemi për Prishtinën dhe rrisim po ashtu edhe shpeshtësinë për destinacionet nga vendi, nga Kosova. Nga ky vendim do të krijohen edhe vende të reja pune. Lajmi është se kemi një bazë të re që do të themelohet prej nëntorit të 2026-ës, pra po sjell një Airbus këtu 320 dhe po ashtu do të gjenerohen 40 vende të punës. Në ceremoni mori pjesë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili tha se kjo e dëshmon se Kosova po shihet si vend i besueshëm për investime. Vendimi UEZ për ta vendosur bazën e saj në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës është dëshmi se Kosova po shihet gjithnjë më shumë si vend i besueshëm për investime me perspektivë të qartë zhvillimi, si dhe me potencial të madh për të integruar edhe më shumë në rrjetet evropiane të transportit, të tregtisë dhe të lëvizjes së lirë të njerëzve. Zyrtarët vlerësuan se lidhjet e reja ajrore pritet të lehtësojnë lëvizjen e udhëtarëve, të forcojnë bashkëpunimin ekonomik dhe të afrojnë Kosovën edhe më shumë me destinacionet europiane. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha informacionet që sot i kemi përgatitur për ju. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.